Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Kurbin. Trupi i një 50 vjeçari është gjetur pa shenja jete në banesën e tij dhe me shenja plumbash nga një armë zjarri. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Gjorm. Policia shkoi menjëherë në vendngjarje pas njoftimit dhe paraprakisht ka dyshime të arsyeshme se raporton i ndjeri është vetvrarë me armë gjaho. Në fshatin Gjorm, Kurbin, në banesën e tij është gjetur pa shenja jete shtetasi L.K, 50 vjeç. Nga veprimet e para, hetimore dyshohet se 50 vjeçari është vetvrarë me armë gjaho, thuhet shkurtimisht në njoftimin paraprak. Grupi hetimor pret rezultatet e ekspertizës mjekoligjore, asaj balistike dhe ndërkohë që po merren edhe me dëshminë e familjarëve për të mësuar më shumë rreth motiveve që mund të kenë shtuar viktimen në aktin ekstrem të dyshuar.